Një klerik I lartë katolik I tha Zërit Amerikës se janë në përfundim përgatitjet për të pritur Papa Franceskun, I cili do të vizitojë Shqipërinë më 21 shtator. Kryetari 21 tetor, kryetari I konferencës I peshkënore të Shqipërisë, Angel Masafra, tha se shpreson që vizita e Papës të jetë një nxitje që njerëzit largohen nga e keqja dhe të përqafojnë të mirën. Me Monsignor Masafrën bisedoi korrespondenti ynë në Shkodër, Pollum Sulo. Monsignor Masafra, ju drejtoni arqipeshvinë e Shkodër Pultit, një herë dhe jeni edhe kryetari I konferencës I peshkërore të Shqipërisë. A si e pritni vizitën e Atit të Shenjtë në Shqipëri? E presi me shumë gëzim edhe e kur na ka njoftuar publikisht se do të vinte, zemra jone është mbushur vërtet me jemanitur për gjigjen e kaq shpejt për kërkesën që kishte bërë ne dhe kishte bërë kryeministri. Për këtë ne I falenderojmë edhe jemi duke lutur me kohë sa njoftoj se do të vinte ke bërë një lutje në çdo kishë në lutim Zotin për mirëmbajtjen e ardhes së Papës, në që ardha I tij që është një vizitë baritore I një babë që shkon për të takuar fëmijët, se për ne Papa është si babë, është si bariu ynë që vin edhe duke ardhur në Shqipëri, ai do të bëjë një zhytje në një vend të varfër, të bukur, por me njerëz të shumë të fortë, të guxishëm, edhe për të na këshilluar, se duke shkuar vujtjet tona dhe të kënuar për ngushëllim, edhe për të dhënë udhëzimet për ungjillëzime të ri, sepse ne jemi në këtë ecje, duke ndjekur gjurmët e Shën Gjon Paul II dhe Papave 16, që të vazhdojmë në ungjillëzime të ri. E do të na japi edhe duke mbatur pasur parasysh nxitja apostolike që ka bërë gëzimi I ungjillit, duke dënë neve disa udhëzime për të vazhduar ungjillëzimin të ri, duke vlerësuar të kaluarën fetare, metodë ungjillëzime dhe duke na dhënë disa nxitje për të ardhmen. Monsignor Masafra, në çfarë fazë janë përgatitjet për pritjen e Atit të Shenjtë? Mendoj se jemi në mbarim, domethënë jemi në mbarim nga ana fetare, nga ana krishtare dhe nga ana e shtetit, edhe janë marrëveshje për gjithçka që është të bërë. Në këto ditë do të fillojnë edhe që është pjesa më e vështirë edhe më kushtueshme pjesa e sheshit për të mbaruar, për të bërë gati podiumi me gjithçka, me transenat, me ekranet, edhe do të jetë gati nga ana strukturës, nga ana e përgatitjes shpirtërore, fjalimeve, gjithçka është gati, qoftë fjalime që do të bëjmë im Zot se kushtu është zakon, se gjithçka që do të themi do të kenë para kohës në Sërinë e Shenjtë, qoftë fjalime që do të bëjmë im Zot të Mirdita I Bashkëqytetarëve për përshëndetjen në pasëmeqës, qoftë në takimin me rregulltarë, qoftë që do të bëj unë. Monsignor, kjo është vizita e dytë e një pape në Shqipëri. Çfarë presin aktualisht shqiptarët nga kjo vizitë e datës 21 shtator? Unë mendoj e lusë që Papa duke ardhur do të na mbështetë në fenë tonë, edhe do të, pasë për katolikët të kuptohet, edhe do të na nxitë për të dënat edhe udhëzimet më të duhura, më të aftë për që të vazhdojmë. Unë presë që të rinjtë të reja të dashurojnë më shumë me vendin tonë, të mos largohen të gjithë jashtë, se është edhe një varfëriku në gjithë intelektualet o shumë të rinjtë të largohen, edhe që dikush të marrë përsipër duke dashur vendin tonë si martirët tanë, që dashurojnë me vendin tonë, edhe nëse Zoti e thret të jenë meshtar, të jenë motë, të jenë prindërit e babë e nënët e mirë, kjo është gjë kryesore, edhe që do shqiptarë, duke takuar Papën, duke dëgjuar Papën, të bëhet më i mirë. Kjo është urimi e lutja që bëjmë, se kemi nevojë që të largohemi nga e keqja, të mos bëjmë të keqe me qëllim, të largohemi nga vjedhje, nga korrupsion, gabime janë kudo, o dobësia janë kudo, por ardha e Papës të na rindezë atë shpresë që është pak a shumë kemi humbur, atë kemi nevojë që të së bashku me Zotin të eci për një shpresë që nuk gënjen, që është Zoti. Faleminderit. Faleminderit juve, Zoti ju ndihmoft. Mirarsh në Shqipëri, për 21 shtator do të pushtoj Tiranën me dashurinë tonë edhe me entuziazmin tonë.